Pamjet që vijnë nga fshat në Klos duken të pazakonta, por për familjen Cakoni ato janë një realitet i përditshëm. Shtëpia e kësaj familje ndodhet mes dy rrugëve kryesore automobilistike. Sapo hapin derën e banesës, dalin direkt në rrugët e makinave, rrugë që nuk ka as trotuar për kalimtarët. Kjo situatë ka kthyer jetesën e tyre në një maks të përditshëm. Bëhet fjalë për bypassin e Klosit, një rrugë që u shërben qindra banorëve të qytetit e fshatrave përreth për të lidhur me rrugën e Arbrit. Për turistët dhe kalimtarët, kjo shtëpi ngjitur me asfaltin mund të duket si një atraksion i çuditshëm që ngjall kuriozitet, por për familjen Cakoni është simbol i mungesës së sigurisë dhe neglizhencës. Familjarët nuk kanë asnjë hapësirë sigurie. Korridori i shtëpisë i çon direkt në rrugë, ku qarkullojnë mjete gjatë gjithë ditës, duke rrezikuar jetën e tyre çdo herë që dalin jashtë. Situata mbetet ende pa zgjidhje. Nuk janë marrë masa për të garantuar sigurinë e kësaj familje.